Shoqata intelektualeve Jakova e ka nisur vitin 2026 me një marrëveshje bashkëpunimi me Rotary Club Gjakova në kuadër të projektit për pensionistët Parandalimi është më i mirë se shërimi, në bashkëpunim me Dr. Agran Abrashi. Kryetari i shoqatës së intelektualeve Jakova Zhdi Sefa tha se ky projekt është i qelluar dhe i nevojshëm për këtë kategori të shoqërisë. Fillum vitin 2026, po ashtu me një marrëveshje shumë të qelluar, marrëveshje bashkëpunimi në mes të shoqatës intelektuale Jakova dhe Rotary Klubi Gjakova, në të cilën tema ose projekti i quajtur Parandalimi më i qelluar se shërimi, fillon me ligjëratën e parë, të cilën e mbajti mjeku, doktor specialist i cili jeton dhe vepron në Zvicër, po asnjëherë nuk e harron Gjakovën dhe Kosovën, doktor Agran Abrashi. Vetë takimi, vetë ajo trojesë, mendoj që ka qenë jo vetëm e qelluar, po edhe suksesshme, parësi se interesimi i publikut me pyetje, me shfaqjen e interesimeve për temën në fjalë ishte në nivel. Sefa theksoi se aktivitetet të tilla do të vazhdojnë edhe në të ardhmen përmes organizimit të shumë takimeve tjera. Temat nga kjo fushë, pra nga fusha e mjekësisë dhe preventiva ose parandalimi, janë qaq të shumta dhe interesimi është qaq i madh, parësi se numri i atyre që janë afektuar nga smundjet tash të quajtura moderne është në rritje sipër, prandaj në këtë drejtim presim. Nga shoqata e intelektualeve Jakova bën të ditur se edhe gjatë vitit 2025 kanë realizuar projekte të ndryshme, ndërsa edhe në vitin 2026 do të vazhdojnë me aktivitete të ngjashme në shërbim të qytetarëve.